Debati pas finales së Big Brother VIP Kosova ishte i pashmangshëm. Një pjesë e madhe e publikut kishte krijuar bindjen se Eliona ishte favoritja absolute dhe se ajo pritej të fitonte. Megjithatë, në fund çmimi i madh shkoi për lëndrimin. Kjo solli diskutime, teori dhe emocione të forta në rrjetet sociale. Por a ia dha produksioni fitore ndikujt? Apo vendosi publiku? Si funksionon realisht finalja? Në formatin e Big Brother VIP, fituesi përcaktohet nga vota e publikut, zakonisht përmes televotimin. Produksioni organizon spektaklin, menaxhon rregullat dhe transmetimin, por në finale vendimi formal merret nga shikuesit që votojnë. Kjo do të thotë se edhe nëse në rrjetet sociale krijohet një perceptim i fortë se dikush është favorit, rezultati përfundimtar mund të jetë ndryshe, sepse votuesit real nuk janë gjithmonë të njëjtët me komentuesit më aktiv online. Pse shumë kush priste që Eliona të fitonte? Eliona gjatë gjithë rrugëtimit u perceptua si një lojtare e fortë dhe e drejtë për drejtë, një personazh që krijoi dinamika të mëdha në shtëpi dhe një figurë që pati mbështetje të dukshme në rrjetet sociale. Në shumë sondazhe jo zyrtare, ajo dilte në vend të parë. Por sondazhet në Instagram apo TikTok nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht gjithë trupën e votuesve që dërgojnë SMS apo votojnë zyrtarisht. A ndikuan hallet familjare të lëndrimit? Një nga arsyet që përmendet shpesh është se lëndrimi kishte treguar histori personale dhe vështirësi familjare që prekën publikun. Është e vërtetë që në reality show, dimensioni emocional ka peshë të madhe. Kur një banor ndan hallet, sfidat apo sakrificat familjare, kjo krijon lidhje emocionale me audiencën. Publiku shpesh nuk voton vetëm për strategjinë e lojës, por për historinë personale, qëndrueshmërinë përballë vështirësive, autenticitetin dhe empatinë që ndjen ndaj një konkurrenti. Nëse lëndrimi arriti të krijojë një lidhje më të fortë emocionale me shumicën e votuesve, kjo mund të ketë qenë faktor vendimtar. Por kjo nuk do të thotë që produksioni ia dha fitoren për shkak të halleve. Nëse historia e tij ndikoi, ndikimi ka ardhur përmes reagimit të publikut, jo si vendim i brendshëm i produksionit. Perceptimi vs realiteti i votave. Në shumë finale të reality show-ve ndodh dhe njëjta gjë. Favoriti i rrjeteve sociale nuk fiton domosdoshmërisht. Arsyet mund të jenë një grup fansash shumë aktiv online, por më i vogël në numër real, një tjetër grup më i heshtur, por më i organizuar në votim, diferencë në mobilizim gjatë orëve të fundit të televotimit. Pra, ndonjëherë zhurma në internet nuk përkthehet automatikisht në më shumë vota zyrtare. A ka vend për dyshime? Në çdo spektakël të madh, pas finales lindin teori. Është normale që fansat e një finalisti të ndihen të shgënjur dhe të kërkojnë arsye. Por pa prova konkrete për manipulim, pretendimi që produksioni ka vendosur vetë fituesin mbetet spekulim. Formati ndërkombëtar i Big Brotherit është ndërtuar mbi votën e publikut. Nëse do të kishte ndërhyrje të drejtë për drejtë, rrezikohej kredibiliteti i gjithë formatit. E vërteta emocionale e fansave. Duhet pranuar diçka, shgënjimi është real. Kur ndjet një banor për muaj të tërë, investon emocionet dhe energjinë në mbështetje, humbja e tij të duket e padrejtë. Kjo është pjesë e natyrshme e përfshirjes në një reality show. Por fakti që Eliona nuk fitoi nuk e zbeh rrugëtimin e saj. Shpesh finalistët që nuk marrin çmimin e madh dalin po aq të fortë, ndonjëherë edhe më të suksesshëm jashtë shtëpisë. Përfundimi. Ideja se produksioni nuk ia dha Elionës, sepse lëndrimi kishte shumë halle familjare, është një interpretim emocional i situatës. Më realistja është që historia personale e lëndrimit mund të ketë ndikuar tek votuesit. Mbështetja e tij mund të ketë qenë më e organizuar në votim. Diferenca e votave në finale mund të ketë qenë vendimtare. Në fund, fituesi në formate të tilla është ai që arrin të krijojë kombinimin më të fortë të lojës, emocioneve dhe mbështetjeje masive publike. Dhe kjo është arsyeja pse debatet pas finales vazhdojnë, sepse Big Brother nuk është thjesht një lojë. Është përplasje perceptimesh, emocionesh dhe mbështetjeje masive publike.